18 familjeve. Dhe ky vendim ka një vit që është shuar në apel. Janë të gëshetuar si tentakulat e oktapodit, njëri me tjetrin, dhe Anisa ka ndikuar në apelin që është një vendim formal që do zbardhet për 18 familje. Dhe ka një vit që nuk del data e gjyqit. Kanë quar banor hallet shëndetësore familjare në janar, që brenda gjykatësja e apelit, brenda një muaji duhet të shpreshe që i merr në konsiderat ose si merr në konsiderat. Dhe aktualisht nuk është shprehur, jemi në prill, akoma. Sot, Albert Allmucha nuk ka asnjë dokumentacion, s'ka as leje, që të quhet është në proces ndërtimi, ka përfunduar leja. Nuk ka asnjë vendim të asnjë lloj gjykate që i prish kontratën e tij kryesore me Sinolanaj ose të shfuqizon kontratat me banorët dhe nuk vazhdon të mos na lejojë të futemi brenda. Në një kohë që një pjesë e banorëve, kush në mënyrë personale, kush në mënyrë të grupuar, kemi bërë denoncim në rajonet e policisë, të cilët me zi kemi ndërhyrë që ta marrin denoncimin, sa as denoncimin s'kan dash ne marrin. Dhe kemi bërë denoncim që në dhjetor një pjesë, 25 familje, kanë bërë në rajonin, në drejtorinë e policisë Tiranë. Dhe drejtoria e policisë Tiranë nuk ka asnjë lloj përgjigje për këto banorë të telendisur lart dhe poshtë, gjyqjeve, gjykatave. Ç'më duhet mua gjyqi Albert Allmuchës dhe Sinolanaj, mund të mbarojë edhe mbas 100 vjetësh. Ato po luftojnë, po bëjnë një maskarat njëri me tjetrin, kush të fitojë më shumë para, kush t'i mbari tjetrit këtë pjesë edhe tjetër. Ç'pun kam unë që duhet të pres kur të mbaroj gjyqi financiar i tyre. Ore, në qoftë se del humbës Sinolanaj, ku ne kemi që deri tash në shkallën e parë nuk ka dal humbës, ka dal humbës ky tjetri që janë hedhur poshtë pa ditë. Po supozojmë se doli ky humbës, le ti sekuestrohen këti pasuritë, të futet në burge, sipas meritës. Ç'pun kemi ne familjet? Ne s'kemi asnjë punë. Ne lekët i kemi dhënë. Ne duhet të futemi në apartamentet tona. Duhet të futemi sot. Gjithë qëllimi, ne fati keq është që ne erdhëm këtu dhe kudo që shkojmë, s'është puna e Ministrisë së Drejtësisë, s'është puna vetë qeverisja qendrore, thjesht orienton se çfarë duhet të bësh. Nëse na qas njeri në përdyert e institucioneve. Nëse na qas njeri, si do ta gjejmë zgjidhjen ne? Nuk ka një njeri këtu të thotë të marri në dorë këto letra tona 1, 2, 3, 4, 5. O njerëz, ju keni faj se keni paguar, keni bledh, keni lidhur kontratë. Ky është faji juaj dhe neve s'do t'ju përkrajmë. Ç'është kjo në një vend ku flitet ka 30 vjet demokraci dhe populli nuk gjen të drejtën e vet? Kush do na japi neve këtë drejtë? Kush? Shteti jo. Policia jo, gjykatat jo. Qa duhet bëjmë ne? Jemi të destinuar të vdesim? Thash janë blerë me kredi. Njerëzit vazhdojnë jetojnë me qëra. Qa do të vdesin këto njerëz? Ka njerëz të smur. Qa duhet të bëjmë neve? Të vrasim veten? Apo të shkojmë